Prishit me lajmet shkurt të orës 9. Buzëqesh me Radio Emanuel. Buzëqesh me Radio Emanuel. Top 20, Top 20, Top 20. 20 këngët më të mira të Krishtera. Çdo fundjavë në Radio Emanuel hitet më të mira të muzikës së Krishterë. Oh Lord, I need. Ndrysho jetën. Top 20 Christian Songs. Dëgjoj muzikë. Jeto një jetë me frymëzim. Let love explode and bring the dead to life. Top 20 Christian Songs. Radio Emanuel. Emocion. Dinamizëm. Radio Emanuel. Muaji mars në qytetin e Korçës këtë vit po shoqërohet me një kalendar të pasur aktivitetesh që i kushtohen grave dhe nënave që frymëzojnë. Përmes takimeve, aktiviteteve artistike dhe nismave komunitare synohet që të vlerësohet dhe të theksohet roli grave në familje, në shoqëri dhe në jetën e qytetit. Për na treguar më shumë rreth këtij projekti dhe aktiviteteve që po zhvillohen gjatë këtij muaji, unë sot nuk jam vetëm në studio, por jam së bashku me Stella Viso, specialiste pranë Drejtorisë të Turizmit dhe Projekteve të Zhvillimit. Përshëndetje Stella dhe mirë se ke ardhur. Përshëndetje dhe të falenderoj shumë për ftesën. Është kënaqësi gjithmonë të jem në Radio Emanuel. E pranoj me pa hezitim ftesën. Edhe unë jam shumë e lumtur që këtë herë të kam fizikisht në studio. Për dëgjuesi disa puntata më herët ne kemi pasur një bashkëbisedim me Stelën, por ishte përmes disa mesazheve të shkruara. Kështu që është një tjetër lloj kënaqësie të kem sot në studio, Stela. Faleminderit. Shumë faleminderit që je me ne. Stela, siç e thash pak më herët, muaji mars në Korçë këtë vit i kushtohet grave dhe nënave që frymëzojnë. Si lindi ideja për këtë lloj kalendari aktivitetesh nga Bashkia Korçë dhe çfarë synoni të përcjellni përmes tij për komunitetin? Në fakt, ideja lindi gjatë një bisede shumë spontane midis kolegëve për të vendosur se çfarë do të bënim në datën e 8 marsit. Nuk donim që kjo datë të kalonte thjesht si një datë simbolike, por donim të organizonim diçka më të madhe për të lënë pak më tepër gjurmë. Dhe vendosëm që ta shtrinim gjatë gjithë muajit dhe duke planifikuar disa evente të cilat do ta mbushnin dhe do t'i jepnin fokusin e duhur edhe vëmendjen e duhur figurës së gruas. Dhe për hir të vërtetës ne kemi goxha figura të shquara në të kaluarën, por edhe sot, në të cilat kanë çfarë tregojnë, kanë çfarë japin, kanë mesazhe shumë të forta, jo vetëm mbijetese, por edhe mesazhe të forta për brezin e sotëm edhe për ne, për të na treguar që pa punë, pa përpjekje, pa vullnet dhe pa dëshirë gjërat e mira në vendin ku ne jetojmë nuk mund të ecim dot përpara. Dhe tham pse jo, këto figura dhe këto histori reale ne të mund t'i shpalosim në disa nisma që i kemi shtrirë gjatë muajit mars. Sa bukur. Ka filluar, është organizuar vetëm një nga aktivitetet deri tani apo jo? Ai i datës 8 mars, i cili ishte një takim frymëzues me një panel diskutimi. Si shkoi ky takim? Na trego disa nga detajet, çfarë lambresa? Ishte takim shumë i ngrohtë. Ishte një takim që për mua ishte si të mblidheshin jo vetëm gra, por ishte si të mblidheshin disa mikesha. Erdhi shumë ngrohtë, erdhi shumë natyrshëm, edhe të gjithë njerëzit u ndjen shumë komod në këtë aktivitet dhe besoj që çelësi i suksesit ishte thjeshtësia dhe mënyra se si vajzat arritën të tregonin historitë e tyre. Pra, nuk ishte thjesht një panel i disa individëve që thjesht ndanin diçka. Na trego pak kush ishte por në panel. Në panel kemi patur të ftuar prefekten e Qarkut, zonjën Florinda Zegullaj, kemi patur Çilieta Simakum, psikologen, kishim goxha si të thuash kënaqësi edhe feedback shumë pozitiv edhe për dy të ftuarat shumë speciale që kishim në atë aktivitet. Ishte Lida Nasto edhe Natasha Beta, të cilat kënduan edhe i si të thuash
i kënaqën. E bën tamam festë. I prezantuan, sepse ne duam me edhe pak serenata, festë. por kishim edhe ditë, më falni, kishim edhe momente poetike, të cilat dhe ato dhanë në një frymë shumë pozitive, dhe me këtë rast falenderoj që ishe pjesë e këtij paneli gjithashtu. Kështu që ishte interesante, ishte një gjë shumë e bukur edhe mendoj që erdhi shumë grohtës sepse thash thjeshtësia në të cilat u ndan gjërat bën që të merreshin këto histori dhe të përktheheshin në ato pika që secila mund ta gjente veten. Pra ideja ishte që të ndanin diçka, por fuqia këtu është në për këto panele diskutimi që ti ndan dhe secili mund ta gjej veten në historia jote për të marrë guxim. Pra bëhet fjalë si për nëna edhe për gratë të cilat frymëzojnë. Nënat që frymëzojnë është quajtur kalendari këtyre aktiviteteve me sa kam parë apo jo. Në fakt është portretet e guximit, nënat që frymëzojnë, sepse nuk donim ta vendosim fokusin vetëm në nënat, por në figura e gruas, kështu që portretet e guximit i përfshinte gjinin femërore dhe pastaj nënat që frymëzojnë për shkak se në 8 mars do bëhet çelja e këtij sezoni mujor, nëse mund ta themi kështu. E kuptoj, shumë bukur. Okej, kur thatë portrete guximi edhe nënat që frymëzojnë, për çfarë lloj grash ishim duke folur këtu? Çfarë e bën një nën të jetë frymëzim jo vetëm për familjen e saj, por edhe për komunitetin në këtë rast? Për mua personalisht dhe nga çfarë kam mësuar deri tani, edhe me çfarë jam përballur me takime të shumta dhe me evente të shumta, por edhe me historitë e nënave me të cilat më është dashur të diskutoj dhe të hasem, mendoj dhe besoj gjithashtu që një nën frymëzuese është një nën jo perfekte. Është një nën që ngrihet, por domethënë ngrihet lart, fuqishëm, sepse ka fuqi brenda vetes, por edhe bie dhe nuk ka turp t'i tregoj rënjet e saj, ama nuk dorëzohet, ngrihet sërish lart. Kjo është forcë e vërtetë. Dhe për mua nënat që frymëzojnë janë pikërisht këto. Historia e ka treguar, tashmë domethënë nuk është se e thot Stella një gjë të tillë, por historia e ka treguar që në momentet më të vështira, në momente errësire, njeriu çuditërisht Perëndia apo Zoti jep forcën për të gjetur një dritë. Dhe ajo drita shkëlqen aq shumë në atë errësirën sa ti thua nga e gjeta këtë forcën dhe u ngrita sërish. Dhe besoj që këto janë nënat që frymëzojnë, që në momente të vështira kanë arritur të ngrihen edhe të mbijetojnë. Dhe një gjë tjetër që dua të theksoj është pjesa sa ne japim zë sfidës. Është shumë e lehtë që ti të ndash suksesin, edhe është shumë e lehtë që ti bësh njerëzit rreth e rrotull të krahasohen me ty. Se duam s'duam, vëmendja na pëlqen, por në fakt për mua nënat që frymëzojnë janë ato që japin zë sfidës së tyre, ndajnë me të tjerët, për t'i thënë thjesht edhe një femre tjetër, vajze, gruaje, nëne, që ti nuk je vetëm. Nuk je ti që vetëm që po e kalon një situatë të tillë. Kështu që për mua kjo është. Sa përshkrim i mrekullueshëm, Stella, ky që na bëre i nënave që frymëzojnë, edhe na tregove edhe ku qëndron forca e vërtet në fakt e një gruaje, jo vetëm tek përsosmëria në dukje, por edhe tek sfidat edhe ndarja e sfidave. Okej, te kalendari i aktiviteteve shohim edhe përfshirjen e nxënësve. Me ekspozitën artistike që do zhvillohet në 19 mars, nëse nuk gaboj. Sa e rëndësishme është edhe brezi i ri të bëhet pjesë e këtyre nismave, të reflektojë mbi rolin e grave në Shqipëri. Siç e thash edhe pak më sipër, nismat ose aktivitetet në të cilat do ndahej ky muaj kishte disa komponentë dhe një nga komponentët që menduam është përfshirja edhe e institucioneve të tjera, edhe pikërisht e nxënësve. Kështu që në bashkëpunim me drejtorinë arsimore edhe me drejtorinë rajonale të arsimit, ram dakord që ne do të përfshinim të gjitha shkollat nëntëvjeçare dhe gjimnazet e Korçës. Për t'i përfshirë të rinjt dhe jo thjesht të pikturonin dhe të bënin foto si ata e shihnin figurën e gruas, si ata e shihnin qoftë edhe figurën e femrës në karrierë, në jetën e saj të përditshme, duke kaluar sfidat,
ndoshta edhe në formën e diskriminimit, domethënë i kishim lënë të lirë që ata të na sillnin foto dhe piktura me këtë temë dhe me këtë kauzë. Dhe nuk ishte thjesht që ne do krijojmë një ekspozit. Ne duam që të krijojmë këto urat e bashkëpunimit, pra të kemi këtë dialogun midis brezave të rinj, se në fund të ditës ata do të vazhdojnë të ardhmen. Dhe nisma të tilla na duhen për hir të vërtetës, për t'ju treguar që ka ca vlera dhe ka ca virtyte gruaja që duhet të transmetohet dhe duhet t'i jepet vendi i duhur për të pasqyruar gjithë potencialin që ajo ka. Kështu që kemi vendosur që të përfshijmë edhe të rinj të pikërisht për këtë gjë. Dhe në çfarë vendi ka dalë e suksesshme, të gjitha shkollat janë përfshirë, fëmijët kanë punuar dhe do të bëhet në datën 19 në ambientet e bibliotekës Thimi Mitko në amfiteatrin. Okej, nuk duhet të mungojmë, duhet të jemi aty. Unë jam shumë kurioze dhe mezi pres që t'i shoh ato piktura. Jam e sigurt që do të përcjellin edhe ato një lloj mesazhi të fortë. Një tjetër element interesant në këtë kalendar është podcasti, Nënat që frymëzojnë. Çfarë mund të pres publiku nga ky format edhe çfarë lloj historish do ndahen aty? Publiku mund të pres histori reale. Histori të cilat frymëzojnë dhe i tregojnë çdo individi që nuk je vetëm, duke kaluar çfarëdo lloj gjëje. Mund të kesh dyshime, mund të kesh vështirësi, mund të kesh një vullnet për të nisur diçka të bukur, mund të nisësh një biznes, sepse podcastet do të bëhen me individë të fushave të ndryshme, pikërisht për t'i kapur të gjitha llojet, ose të paktën jemi përpjekur që të kapim pjesën më të madhe të gjërave që një femër mund të bëjnë në vendin ton, pra në komunitetin ton. Dhe mund të presin histori shumë të thjeshta. Mund të presin dhe histori të bukura që kanë patur shumë sukses, por do të presin edhe momente rënje. Por kush ka qenë çelësi i ngritjes? Sa bukur. Podcastet mendoj që sa më të thjeshta të vinë, aq edhe më të forta i kanë mesazhet. Dhe gjëja që shpresojmë shumë të përcjellin përmes tyre është që ne nuk duhet të krahasohemi me askënd. Ne patjetër që mund të marrim modele, mund të marrim frymëzim, por jo të krahasohemi, sepse krahasimi vret ëndrrën që ti mund të kesh. Ndaj dhe përmes tyre ne duam të transmetojmë vazhdimin e ëndrave përmes vullnetit dhe dëshirës, por edhe besimit që ne duhet të kemi brenda vetes. Në fund të muajit do të hapen edhe kopshtet komunitare në parkun japonez, apo jo? Si lidhet kjo nismë me idenë e fuqizimit të grave dhe me ndërtimin e një komuniteti më të bashkuar, po ashtu? Kopshtet komunitare është i disa vit që zhvillohet si nismë, ndërkohë këtë vit një gjë që Bashkia e Korçës ka bërë është që ka hapur një shpallje publike për të regjistruar gra dhe familje të cilat kanë dëshirë të kenë një parcel, pra të kenë kopshtin e tyre të vogël të perimeve apo të produkteve bujqësore. Është shumë e thjeshtë aplikimi, ne kemi vendosur një link në të cilin mund të regjistrohen dhe të na thonë në atë link arsyen pse duan. Vazhdojnë aplikimet, pra. Aplikimet vazhdojnë, për shkak se pati goxha interes dhe ne e shtyma fatin e aplikimeve. Në mos gaboj është lënë deri në datën 24 mars. Ka patur goxha interes, ka patur goxha regjistrime, kështu që i ftoj të gjithë ata që e kanë me mëdyshje apo e kanë lënë për momentin e fundit të regjistrohen, sepse parcelat e janë në zënje sipër. Ideja e bashkimit të kësaj nisme me portretet e guximit është sepse gratë mund të japin përtej. Pra, ai projekt ose ajo nismë është një projekt altruist. Sepse përveç se ti do kujdesesh për një parcel, për një tokë, për disa produkte bujqësore, ti ato do t'i ndash me të tjerët, me ata që janë më në nevojë. Dhe përtej kësaj, ne do përpiqemi, të paktën siç ka ndodhur edhe në këto vitet më përpara, që të krijojmë një komunitet që jep, një komunitet që lidhet mes njëri tjetrit, një komunitet që
e përcjell pjesën e vullnetarizmit dhe të përfshirjes dhe të angazhimit edhe tek fëmijët, sepse përveç kësaj pjesës së solidaritetit, kemi dhe fëmijë që përfshihen aty, edhe fëmijët mësojnë edhe gjëra shumë të thjeshta, këto life skillset që ne i përmendim shumë shpesh. Fëmijët nuk e kuptojnë si mbillet një farë dhe si ajo transformohet pastaj dhe jep ato frytet. Ndërkohë fëmia aty e mëson, dita përkthej, jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht mund të kap elemente të kësaj gjëje. Kështu që mendojmë që do krijojmë një komunitet që mund të jap akoma dhe më tepër. Dhe do lidhen miqësi të reja, do krijohet një komunitet që mund të marrë dhe nisma të tjera në vazhdim, mund të jenë fushata mjedisore dhe ide të cilat vetë grupi do t'i ndaj. Një gjë tjetër që kemi menduar pjesë e këtyre familjeve do t'jenë edhe disa takime ose workshope në të cilat familjet do të marrin edhe orientime për kujdesin e produkteve, pra në këtë pjesën e trajnimeve direkte të produkteve bujqësore, por do të kemi edhe trajnime të cilat lidhen me prindërimin pozitiv. Pra duam realisht që grupi që do krijohet aty të fuqizohet edhe të mund të jap akoma dhe më tepër, si fillim brenda familjes së tyre, nënat me gjithë familjen e tyre, por edhe të dalim jashtë saj. Më pëlqen shumë si keni shkuar drejt gjërave praktike, duke marrë hapa konkret, jo duke u ndalur thjesht tek fjalë. Shpeshherë kemi nevojë patjetër edhe për fjalë inkurajimi, motivimi. Por më pëlqen si keni ecur përpara edhe në shumë gjëra. Shpresojmë gjithashtu praktike, që ky element ose kjo nismë të jetë edhe një produkt turistik. Pra nëse në atë periudhë, në atë sezon, sepse fillon do filloj në fund të marsit dhe do të vazhdoj deri në fund të tetorit, pjesa e angazhimit në kopshtet komunitare, dhe gjatë kësaj kohe, gjatë këtij sezoni, familjet pothuajse do të jenë prezent gjatë gjithë kohës atje, dhe nëse turistët apo agjencitë turistike duan të sjellin turist për të prekur produkte, për të punuar me tokën, qoftë për të vaditur apo për të mësuar mbi këto produktet autentike që ne kemi në Korçë, atje mund të mësojnë diçka edhe të marrin një përvojë apo një eksperiencë. Do jetë një përvojë jashtëzakonshme edhe për ta. Shpresojmë. Estel, duke qenë që ky kalendar aktivitetesh ka në fokus gratë, sa e rëndësishme mendon se është për qytetin e Korçës që të krijojë hapësira ku gratë mund të ndajnë histori, përvoja, por edhe të mbështesin njëra tjetrën? Për hir së të vërtetës ne kemi goxha nisma që japin realisht fokus edhe japin vëmendje figurës së gruas. A duhen të shtohen? Patjetër që po. A duhet të kemi më tepër, le të themi, nëse mund të shprehem, të bëjmë zhurmë ne si femra akoma dhe më shumë në qytetin ton. Dhe të bëjmë zhurmë jo kot, po të bëjmë zhurmë për të ngritur një kaos që na shqetëson, për të bërë zhurmë për të marrë vëmendjen e ligjvënësve, për të na dhënë akoma dhe më tepër prioritet. Dhe të tregojmë mes njëra tjetrës që kemi shumë potencial dhe mund të lëlëzojmë në vendin tonë shumë bukur. Dhe nëse ne nuk e ngrejmë zërin, edhe nëse vetëm qëndrojmë të izoluara apo në atë rrethin tonë të ngushtë miqësor, dhe kemi rënë në status quo, do me thënë jemi kështu në linjë lineare, nuk do bëjmë asgjë tjetër përveç se do qëndrojmë në të njëjtat ujëra. Por na duhet të lëvizim, na duhet të krijojmë ne mundësira, të hapim ne dyert apo dritare që edhe ajo që nuk ka zë, edhe ajo që është e dhunuar apo dhe ajo që e sheh veten të pafuqishme, të na bashkohet edhe të mund të ngrihet. Kështu që është shumë e rëndësishme për qytetin ton, jo vetëm. E vërtet. Cila për të gjithë nënat, por jo vetëm për gjithë gratë që janë duke na dëgjuar, cili do të ishte mesazhi yt në këtë muaj që i kushtohet pikërisht këtyre grave që frymëzojnë? Për mua mesazhi që së pari e jap vetes, edhe duhet ja them më shpesh, është mos u krahaso me askënd. Qëndro në ajo çfarë ti di dhe kupto që ti je versioni më i mirë i vetes.
sepse në momentin që ti kupton që je versioni më i mirë i vetes, do vazhdosh të investosh për të fuqizuar akoma dhe më tepër, për të bërë akoma dhe më e fortë, dhe çfarë do lloj sfide do dish si ta përballosh. E bukura e këtyre mesazheve është që në momente të vështira ne mund t'i arritemi vetes. Edhe në momente kur kemi një mikesh apo dikë që vjen dhe kërkon ndihmë, ne mund t'ia themi. Është shumë e lehtë që të bijem në atë plogështin sepse vështirësitë na kanë marrë vëmendjen. Kjo është gjëja më e lehtë. Forca e gruas është si del përtej kësaj. Unë mendoj që mesazhi që sapo na dhe nuk është një mesazh vetëm për gratë, por është një mesazh për gjithë secilin prej nesh. Të gjithë kemi nevojë të jemi të tillë edhe të mos ia vjedhim gëzimin e potencialin që kemi vetes duke e krahasuar atë me të tjerët. Stella, shumë faleminderit që ishe sot së bashku me ne, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit që na dhe një shije të gjithë kalendarit dhe të gjithë aktiviteteve që presim edhe në vazhdim. Faleminderit ju, kënaqësi. Dëgjues dashur, shumë faleminderit që ishit së bashku me mua sot në Buzëqesh i ditës. Do të dëgjohemi në puntatën e radhës. Unë ju uroj një ditë sa më të këndshme në vazhdim edhe si gjithmonë, mos harroni që ti buzëqeshni ditës.